por duket se më shumë do t'i gëzonte greva për ta drejtuar gishtin drejt nesh e për t'u heshtur lëshimet e mungesa e përgatitjeve që mashti është dashur t'i bënte. Ky vit shkollor do të filloj i përcjell me vështirësi të cilat i krijoi mashti me eksperimentin e gabuar për tekstet shkollore. Zonja Nagavci na doli herën e fundit me një si haris tjetër, me një lajm që i ka stresuar edhe prindrit, po edhe ne si mësimdhënës. Nga se ajo thot se gjoja për ta mbrojtur buxhetin, gjoja se shtëpit votuse tinës pas kanë ngritur çmime, ajo sjell vendim që tekstet shkollore të shpërndahen nëpër librari, që një pjesë e qyteteve nuk ka fare, dhe prindrit të vrapojnë në Kosova, të aplikojnë, të presin rimbursime, dhe në këtë situatë ne si punëtor të arsimit me vite, jemi të sigurt se viti shkollor nuk do të filloj si duhet, nga se do të kalojnë ditë e nxënësit tanë nuk do të jenë pajisur me mjete shkollore e me tekste, jo me fajin e tyre, por me fajin e mashtit, i cili është dashur të vazhdoj traditën e t'i kemi me kolibrat shkollor. Mësimdhënësit do t'jenë të sfiduar nga se një pjesë nxënësve do të fillojnë e do të vazhdojnë pa tekste shkollore, e mësimdhënësit do t'jenë në sfidë nga se me plan program duhet fillojnë, sidomos javën e dytë, për zhvilluar njësi nga ky vit shkollor, por do t'a kenë vështirë sepse do t'njen keq se disa fëmijë nuk kanë tekste shkollore dhe fatkeqësisht në vend që qeveria Kurti siguroi mjete për teknologji bashkëkohore, për laptope, projektor, që t'i ngjasojnë shkollat e Kosovës shekullit 21, ja që këtë vit shkollor po e fillojmë edhe më keq, po e fillojmë edhe pa qenë të sigurt se do të kemi tekste shkollore të mjaftueshme, sidomos se kanë fjalën edhe për 6-9, sepse tekstet do të jenë të munguara, do të jenë të dëmtuara dhe mësimdhënësit dhe nxënësit do ta kenë vështirë ta realizojnë garën për dije të reja ashtu si duhet. Uroj që viti shkollor të vazhdoj mirë, jam i lumtur bashkë me ju që ne nuk jemi pengesë këtë vit, por para mediave i premtoj antarësisë sonë se na për të gjitha çështjet e ngritura do të vazhdojmë angazhimet, do të vazhdojmë luftën tonë, nëse jo me grevë, atër me mjete juridike dhe çdo kërkesë do ta procesojmë të organet e drejtësisë dhe do të kërkojmë zgjedhje për të gjitha kërkesat legjitime të antarësisë. Greva mund të ketë nëse antarësia e jonë kërkon. Dhe ne si udhëheqësi këtu edhe do ta realizojmë edhe do ta respektojmë çdo vendim të antarësisë, por këtë vit falë Zotit nuk kemi kërkesa të tilla dhe na qoftë i mbar ky vit shkollor, e inshallah nuk na kalon një muaj e 2 pa tekste, po brenda 2 javëve spakut arrim të kemi tekstet për të vazhduar betejën me shkumca, shpuza dhe libra në shekullin 21. Presim që një numër i konsiderueshëm i prindve nuk kanë me mujtë më regjistrua për me aplikue për subvencionin e librave dhe kjo është mendoj një diçka e gabueshme, pastaj s'ka me pas mundësi as më kontrollu se ku i pidhon mjete për libra, për shkak se të njëjtën mund ta bëjnë edhe disa prindë që jetojnë në Gjermani, po janë të regjistruar në Kosovë, për shembull, marrim si shembull, mendoj që ka qenë një gabim edhe një neglizhencë e ministrisë që s'janë përgatitur me kohë, po e kanë lënë më orë në gjendjen që në këtë situatë.